Edi Rama e nis ditën me një foto simbolike gjithkombëtare, reagime të shumta për ish-krerët e UÇK-s në Hagë. Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, e ka nisur ditën me një mesazh simbolik në rrjetet sociale, duke publikuar një fotografi që ka tërhequr vëmendje të madhe në hapësirën shqiptare online. Në imazhin e shpërndar shihen 3 të rinj të kthyer me shpinë, të mbështjellë me flamurin kombëtar shqiptar, atë të Kosovës dhe me flamurin e Ushtria Çlirimtare e Kosovës, teksa qëndrojnë në një kodër me pamje nga qyteti. Krahas fotos, Rama ka shkruar shkurt: "Mirëmëngjesi." Postimi është shoqëruar me mira reagime dhe komente, ku bie në sy një numër i madh mesazhesh mbështetëse për 4 ish drejtuesit e UÇK-s që po përballen me drejtësinë në Hagë. Ata po gjykohen nga dhomat e specializuara të Kosovës, me seli në Hagë. Në mesin e të akuzuarve janë ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeparlamentari Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe deputeti Recep Selimi. Komentues të shumtë i cilësojnë ata si figura të luftës çlirimtare dhe shprehin solidaritet, duke përdorur simbole kombëtare dhe mesazhe uniteti. Nga ana tjetër, procesi gjyqësor në Hagë vijon të mbetet një nga çështjet më të ndjeshme në opinionin publik shqiptar dhe kosovar. Postimi i Ramës, ndonse i shkurtër në tekst, ka rikthyer në vëmendje debatin rreth luftës së Kosovës, drejtësisë ndërkombëtare dhe ndjenjës së solidaritetit mbarkombëtar.